Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Jeni në një moshë të re dhe keni një karrierë shumë suksesshme. Mund të na thoni diçka shkurtimisht nga shkolla, edukimi në shkollë e deri sot që jeni pedagog. Tani ta fillojmë herë te pjesa shumë e suksesshme, mendoj që është karrierë në fillim të mirë. Gjëja e parë, por unë kam filluar shkollën e muzikës që moshë shumë vogël, flas pa mbush 6 duket I bie që kam qelluar, që kam filluar shkollën. Kam filluar për piano në Shkodër, në liceun Prekjakova, ku studiova për 12 vite si student I Rodina Jakovës, e cila me të vërtet përveç pjesës pianos ishte edhe një shtysë e madhe edhe për vazhdimsinë këtu në universitet, sepse ajo më krijoi dhe lidhjet e para me pedagog këtu në universitetet e gjitha, se duhej përgatitjet, plus që kam bërë dhe mësim me flasë në atë kohë ishin edhe ikonat e Shkodrës, Oleg Gjerka, Ridvan Karakaçi, tani është prapë dhe Setan Zelhani që kanë bërë me të Francesca Mileta, këto janë solfesh harmoni, këto që përmenda mas Rodinës. Ka qenë ndihmëse e madhe Rodina, domethënë në pjesën e shtysës për të vazhduar shkollën këtu, ku për kompozicionet theksoj, sepse pranoj që në pjesën e pianos mendimi im njëkohësisht duhet të jesh shumë I mirë për të qenë konkurrent me pianistat. Gjë që mua nuk më mundsonte teknika pianistike. Por vazhdimësia ishte që unë fillova shkollën në Universitetin e Artë në vitin 2012, në drejtimin e Vasil Toles, akademikut Vasil Tole, I cili mund të them që bëri maksimumin si pedagog dhe falenderoj çdo moment të mundshëm. Ai më drejtoi mua për gjithë studimet, master dhe bachelor, ku në bachelor ne mbyllëm me një suite orkestrale dhe pastaj në master mbyllëm me baletin Balkan Express, I cili pata dhe fatin të marrë pjesë në konkursin Shqipërisë në atë kohë për 550 dolarin e Skënderbeut të vdekjes dhe fitova dhe çmimin e Ministrisë Kulturës për kompozitorin e ri. Pas kësaj tani kam filluar jam në vitin e dytë të doktoraturës për muzikologji, doktoraturën në muzikologji, ku kam temë monografi mbi akademikun Zeqira Ballata, akademikun e shqiptar të Kosovës Zeqira Ballata, ku po analizoj jetën dhe veprën e tij nga çdo lloj detaji I mundshëm. Këto është më thënë pjesa e shkollimit. Pjesa artistike e shkollimit. Kam marrë pjesë konkurse shumë, që pa diskutim kam dhe humbë, dhe kam fitu ato që kam pas mundësi dhe kam pas fatin të fitoj. Një nga ato që I veçoj me janë hiç to të Shqipërisë, si Qezadeja, konkursi ministrisë, çmimin që fitova të opera për shtatë vjetorin e operës me veprën pak dritë mbi tekstë të Migjenit, për orkestër harçe dhe solist, që besoj që do luhet brenda këtij viti nga teatri I operave, kështu të paktën janë fjalët. Dhe mund të veçoj Gjergj Stefaneskun, organizuar në Romani, të cilin ka fituar çmim parë, O Modern Festival vend tretë, në Suedi, O Modern Diafonia edicioni Italisë vend tretë, kanë fituar vendet 2-2. Këto kanë qenë çmimet, domethënë. Pastaj, nga veprat e luajtura kam pas fatin të luajt baleti I pari, nga opera prapë më shlyt këngë Majagraj për orkestër harçesh nga jo orkestër për kuartet harçesh nga pjesë instrumentistëve të operës. Më janë luajt prapë në Shqipëri nga orkestra e radio televizionit Balkan Express. Më janë luajt solo disa vende, kam qenë pjesë e projektit Synergy Project të organizuar nga 7 vende ballkanike, që më janë luajt më shtyt vepra anosmja, vepra e cila u shkruajt mbi temën e Covidit, që vetë anosmja është term shkencor mjekësor, është tip bllokim frymare pak a shumë, që është tip bllokimi ajrit dhe të tjera. Fiks kauza që ishte në atë kohë dhe ajo ishte një temë që u lut në 7 festivale, CBF Beogradit, Ljubljana Festival, në Kotor Art, Shopping Festival tu në Shqipëri nga Vox Baroku, u lut në Trebinje, s'po vjen tani, është lut 7 festivale gjithsesi. Nga lut edhe vepra tjera. Po përjetoni karriera është modeste, por
Nuk është modeste. Ka Gjithsesi është në fillim të vet. po, dakor. Mirë, profesor, tashi puna në akademi, pra puna akademike, juaj akademike. Së fundi keni marrë pjesë në një konferencë, po. Aktualisht jam mësues i solfezhit dhe i kompozicionit në Liceun Artistik Jordan Nisja, full time class. Po. Dhe part time në Universitetin e Arteve ku jap harmoni, praktikat harmonike. Këto më është pjesë akademike. Kam qenë pjesë mësues në shkollat përgjithshme derisa u hap mundësia për të liceu. Pjesë akademike kjo është, si mundësi që kemi ne ka qenë mundësi. Por kam punuar 4 vite këtu në Universitetin e Arteve si jashtëmend, domethënë. Ky është viti 5, si pedagog e asistent pedagog. Profesor, po mendoni ju që për shembull të kemi një unifikim të muzikës, po themi në shqiptare. Pra, të kemi partitura të gatshme, jo vetëm për shkollat e muzikës, pra solfezhi që mund të bëhet, po dhe për shkollat e tjera nëntëvjeçare. Për shembull, Moje bukur amore që të këndohet në kohë të ndryshme. Si mendoni? Edhe në shkolla nëntëvjeçare. Është mundur, unë di të them që po përmend 2 shkolla, po sidomos njërin që pranoj që pata më tepër rezultat nga ana muzikës në shkollë të përgjithshme, Hasan Vogli, shkollë e vogël, siç e kam emrin Hasan Vogli, shkollë e vogël mallsi, por patëm rezultat me të vërtetë shumë të mirë. Do thonë u bë një grupim kori, besoj rreth 30 vet, të cilin kemi këtu muzikë, po mund të quajmë të indonuar sakt në shkollat përgjithshme dhe di të them që shumë nxënës, nuk mund të them e gjitha, e pranoj që nuk mund të them e gjitha, por shumë nxënës kishin dije të mjaftueshme dhe të mira, që mund të thojmë dhe pse ishin në klasë 6 shkollë përgjithshme që atëherë fillonte 7-8, kishin dije të mjaftueshme që të hynin në shkollë muzike me aq se kishin marrë klasin vlerat muzikore dhe notat i dinin mos të mënyrë perfekte. Kishin vështirësi në lexim, në ekzekutim të punës. Por me çik mund, sepse në njëkohësisht është mund dhe thjeshtësim këndimi, sepse të jep më thjeshtësi sa instrumenti, ato e nxorën disa pjesë mira, disa jo një dy. Flasim dorën për këto festet e nëntorit. Pas një vitit punë që ka bërë me to. Është diçka që mendoj që është e realizueshme, tekstet po të kenë partitura, po është e vështirë sepse ne flasim që sot gjë që është konkrete. Në shkollat e përgjithshme është 1 orë muzike në javë. Është pak. Është e pamundur është shumë pak, është tmerrshme, jo pak. Është e pamundur që një mësues të arritë të realizojë programin në mënyrë perfekte ose në mënyrë të mirë, se perfekte fjalë e madhe. Po. Sepse 1 orë ti sapëjon të mëson notat do iki i vit. Po. Domethënë ato mund të bëhen në klasën e 9, po në klasën e 9 bëhet një klasë, i thojnë 30 vet, dhe në 30 vet ti nuk ke mundësi të gjesh më tepër se 10 elemente në shkollë muzike, jo këtu. Në shkollë përgjithshme. Dhe ky është problemi i madh. Nëse do ishte 2 orë siç ka qenë para 2013-s, mendoj që do kishte më tepër rezultat, që ky rezultat shikohet edhe në universitete dhe në shkolla në lice, që ardhjet në klasa 5 dhe nga klasa 9 tani janë shumë vogla, po në universitete janë shumë vogla nga shkollat e përgjithshme, Universitetin e Arteve thasë, sepse mundësia që të ketë rritje muzika është e vogël në shkollat përgjithshme. Po. Gjë që unë e konfirmoj se unë kam 2 nxënës që njërin sidomos e kam marrë nga Mistomame, që i kam punuar, kam punë këmbë që shkop, tani e kam nxënës në Liceun Artistik Jordan Nisja. E kam nxënës në solfezh. Më thonë, me atë dhe pse nuk është se po theksoj, me atë bëra punë gjysmë individuale brenda orës mësimit. Sepse e shprehu dëshirën që e kishte dëshirë që të vazhdonte në shkollë muzike. Por nuk janë gjithë kështu. Plus që faktor kryesor janë edhe mundësitë financiare të muzikës. Në fund ditës dhe ne që kemi nisë që klasë parë, flasim 5-6 vjeça, mundësitë janë shumë vogla. Po. Profesor, për realitetin Po. Mund flasim diçka për po më tepër më janë luajtur jashtë Shqipërisë veprat. Po. Mundësi për të luajtur janë vogla. Po. Atëherë diçka për realitetin artistik muzikor sot në Shqipëri. Si e shikoni ju? Është shumë vështirë. Po. Është mërësisht e vështirë. Është e vështirë nga të gjitha elementet. E para,
heqim 2 orkestra të mëdha për të radio televizionin dhe teatrin e operës që janë profesionista pa diskutim. Po thojmë dhe orkestrën e ushtrisë. Këto janë orkestrat. Por nuk është se ekziston një fond për shembull në këto orkestra që të financohen, hiq fondin që u hap tani nga teatri i operave, i cili prapë për një orkestër simfonike, vepër simfonike, të ulësh ta bësh një vepër simfonike, flasim orkestër plot, ta ha dhe 3 muaj, 5 muaj kohë dhe i vit. Po ta haj 3 muaj, 5 muaj kohë dhe i vit. Nga 3-4 orë në ditë është mund. Është mund i madh. Po. Dhe në fund të ditë jam dakord që ne kemi pasionin për të na u lut vepër, po nuk hajmë notat që tingojmë. Po. Ky është problemi i madh. Do të thotë fondet mungojnë. Siç në botë investohet për art. Nuk e majmë kush e ka thënë, po në qoftë se do të shikosh një popull, shiko artin, s'më vjen tani kush e ka thënë. Kontrollo artin, do të shikosh mirëqenie. Problemi jonë është në momentin që s'ka financim mbi ne, që punojmë dhe s'punojmë, do bie dhe interesi. Tasim rroga më e mire jona është rrogë super mesatarit e po xhamajtia. Po. Mesatar parë. Një person që ka gjithë titujt, profesor, doktor, titujt plot të flas, madje dhe akademik mund ta çojmë, merr më pak se sa një fillestar me diplomë bachelori. Po. Në dy fusha të caktuara në Shqipëri, flasim jo në botë. Jam dakord që dhe bota paguon shumë IT se sa ne, po në fund të ditës nuk është se janë kaq të me janum, sa që jemi ne. Mund të thojmë që janë rrit rrogat, janë rrit, po janë rrit dhe çmimet. Po. Ky është problemi. Janë gjitha gjëra që na disfavorizojnë, por unë nuk e diskutoj për vete sepse si nga ana mirë, si nga ana keqe, po gjë të mirën më tepër. Unë jam ngul këtij profesioni, po dikush një prind dhe një fëmijë që ende se ka nda mendjen, e ka shumë vështirë ta ndajë mendjen kur e merr vesh që një student ose një i vitit 3 në bachelor i inxhinierisë filologjikut të Politeknikut me këtu në fal, merr rrogë më të madh si profesori joni, pedagog ose një profesor doktor me titull. S'ka lidhje, është këtu ose është këtu, me titull flas. Çdo i punë që është. Ky është problemi. Ky është problemi i cili nuk mund ta shtyjë, nuk mund të ketë interes të madh, mund të kenë talentin, po interesi zhduket. Po. Se në fund të ditës do llogarit dhe që do jetoj diku. Me rrogat tona, unë jam i sigurt që sa të kemi s'ka mundësi të blej shtëpi për shembull me këto rroge. Këto etazhe. Personale. Mund të jetoj, nuk është se bota po blen gjithë shtëpia, po flas gjën më thjesht. Ky është problemi. Profesor, kemi një mesazh në fund bisedës për publikun? Mesazhi është mos të demotivohen, sepse në fund të fundit, dhe pse thash gjithë këto fjalë, rasti që më vazhdova është që në fund të ditës pasioni të tërheq dhe të studiojnë, sepse dim dhe rastet, unë po flas për vetëm, janë pagu veprat edhe nga jashtë. Në fund të fundit, në qoftë se je mirë, e mendon vetet mirë dhe shikon që je mirë, studio dhe vetëm studio. Studio sepse pas studim është 0 shanse të arrish diçka. Kjo është e sigurt që është kjo fjalë. Do të thonë unë kam pa talenta të mrekullueshëm gjatë viteve, të cilët janë shumë sepse kam menduar që do i baj talentin në ajër. Por ditë them që talenti ishte Mozarti, jo ne. Mozarti prap studioi. Studioi si në mënyrë të frikshme. Studion gjithë të mëdhtë. Më thonë, në qoftë se do arritet studimi, flasim që Mozarti shkruajti diçka mosh pa bërë 10 vjeç Twinkle Little Star, po vetëm ta shkruash atë të do të zaor. Më thonë, kjo është problemi. Dhe dim histori që pak mund të jetë dhe legjenda. Shumë pianistëve i gjetën gjak në piano nga studimi i tepërt. Pianistëve legjendar flasim. Dhe kjo është, pas studim, pa punë, nuk besoj që ka profesion që arrin gjë. E keqja kjo është që ka rënë dhe studimi. Unë e shoh në shumë nxënës që pretendojnë të arrin gjithçka pas studiuar gjysmore në javë. Kjo është
Shumë pak. Nuk ka lidhje fare me realitetin, por ka lidhje me problemin personal, individual çdo personi. Do të thënë, unë sot studioj, duke llogarit dhe orët e punës, nuk po llogaris fare, por duke llogarit që jam dhënë punë, studioj minimalisht 6 orë, Po. sepse do t'i kushtoj të paktën 3 orë doktoraturës dhe me analize dhe zhvillimit tim personal. Po, po. Heqim kompozicionin, se janë futura brenda atyre Po, ka tjera punë. Po flas vetëm analiza, lexime tjera, mi hap minimalisht 3 orë ditë. Dhe po flas mesatare minimale, se mund të ketë ditë që kam kap më shumë, po ka edhe ditë që mund të lë fare pushim, se mund të kem punë ose jam i lodhur. Ky është problemi. Por këtë kam arritur që në fillimet e studimit si student. Flas student, jo në shkollë mesme, në theksove. Po. Kjo është të studioj. Kushti i parë që po dojnë të pretendojnë diçka. Po profesor, ju falenderoj për bisedën, ju uroj suksese në punët tuaja. Dhe uroj që mos lodheni as me studimin, as me edukimin e brezit të ri. Jo, nuk lodhesh, ajo lodhja është natësit vete, këtë ta siguroj. Do të në fillimet e veta, kur fillon e shton, me të vërtet është çike më e bezdikshme, por pastaj të kthehet monotoni e bukur. Madje të kthehet si ushqim i domosdoshëm. Në qoftë se e lë më tepër se 2-3 ditë të kap një lloj siklete që thotë pse po e lë, sepse e kupton që ke fillu inversin. Ke fillu pjesën e kthimin mbrapsht, u shpreha keq. Po. Ke fillu kthimin mbrapsht, ky është problem. Po flas unë si profesionist teorik dhe kompozitor. Një instrumentist e ka dhe më keq se unë. O, dhe ka domosdoshme. Po. Në qoftë se ai e lë, aty i lë damar. Po. Ose buza, në rastin e frymës. S'mban buza, po. Në rastin e frymës. Paktën kështu në atë ditë. Faleminderit shumë. Faleminderit profesor.